Kjo është dita që bëri Zoti, le të ngazëllohemi e le të dëfrejmë në të. Fort lumturi, etër të nderuar, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, Krishti u ngjall. Mbylljen e Pashkës kremtojmë sot, dhe duket sikur kisha na thot, festa u mbyll, dhe tani gjithçka mbaroi. Por ngjallja nuk mbyllet kurrë. Ne nuk I themi lam të mirë gëzimit të ngjalljes, sepse Krishti I ngjallur nuk largohet kurrë nga jeta jonë. Kjo periudhë 40 ditore që kaluam na ndihmon të hyjmë më thellë në këtë të vërtetë, pasi qendra e jetës sonë është ngjallja e Zotit. Prej ngjalljes merr kuptim kryqi, merr kuptim vuajtja, falja, shpresa, merr kuptim edhe vetë jeta jonë e përditshme. Prandaj mbyllja e Pashkës nuk është fundi I ngjalljes, por një thirrje që të vazhdojmë të jetojmë ngjalljen brenda shpirtit tonë çdo ditë. Nga ngjallja deri në sot, në çdo shërbes adhuruese, kisha ka vendosur që të psalim shumë herë me zë dhe me zemër troparin Krishti u ngjall së vdekurësh, me vdekjen shkeli edhe të varrosurve jetën u fali. Që nga dita e ngjalljes dhe deri në mbylljen e saj, në çdo shërbes e themi 3 herë në fillim dhe përsëri në fund troparin Krishti u ngjall. Domethënë këto fjalë përsëriten me qindra herë gjatë gjithë kësaj kohe. Kisha e bën këtë përsëritje jo pa kuptim, por që e vërteta e ngjalljes të hyjë dhe të bëj fole në zemrën tonë, në mendjen tonë, në kujtesën tonë dhe të reflektohet në jetën tonë. Në pasazhin e sotëm ungjillor, dëgjuam Zotin të thotë: derisa keni dritë, besoni dritën, që të bëheni bij të dritës. Këto fjalë janë shumë shpresdhënëse për ne, pasi Krishti nuk na fton vetëm të shohim dritën nga larg, por të besojmë në dritën, të jetojmë në dritën, të bëhemi bij të dritës. Sepse Perëndia është dritë, Krishti është drita e botës, siç e shpallëm në ungjillin që lexuam në liturgjinë hyjnore të ngjalljes. Fjala ishte drita e vërtetë, e cila vjen në botë dhe ndriçon çdo njeri. Rrjedhimisht, ai që jeton me Krishtin nuk mund të mbetet në errësirën e frikës, të dëshpërimit, të urrejtjes apo të indiferencës. Në ngjallje ne e morëm Krishtin e ngjallur brenda nesh, e morëm në misteret e kishës, e morëm në kungatën hyjnore, e morëm në gëzimin e përbashkët të popullit të Perëndisë, kishës së Tij. Por tani pyetja është: a do ta ruajmë këtë dritë? A do të lejojmë të ndriçojmë mendimet tona, fjalët tona, familjen, punën, marrëdhënien tonë me njëri tjetrin? Sepse I krishteri nuk është thirrur vetëm të flasë për dritën, por të bëhet dritë për veten e tij dhe për ata që ka pranë. Kryepiskopi Anastas, në mesazhin e tij paskal të vitit 1995, në mes të asaj situate kaotike që kalonte vendi ynë, tha: ngjallja nuk është diçka që vjen pas kryqit, po ajo gjendet brenda kryqit kur e pranojmë lirisht si Krishti. Kjo është thelbësore për jetën tonë shpirtërore, pasi ne nuk predikojmë dhe themi se jeta e krishterë nuk ka vështirësi. Përkundrazi, ka kryqet e saj, ka sëmundje, lodhje, padrejtësi, probleme në familje, zhgënjime, frikëra. Por ne jemi të sigurt se këto kryqe nuk I mbajmë të vetëm kur I pranojmë me besim, me liri dhe me dashuri, pa u larguar nga Krishti. Atëherë edhe brenda tyre fillon të shkëlqej drita e ngjalljes. Këtë vit në mesazhin e Pashkës, fortlumturia e tij Zot Johani na theksoi se fjalën e parë që Krishti I ngjallur u tha nxënësve të frikësuar ishte: paqe në ju. Ai hyri në dhomë ku ata ishin mbyllur nga frika dhe nuk u dha pushtet, as lavdi njerëzore, por paqen e Perëndisë. Dhe theksoi se paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Kjo lidhet shumë bukur me mbylljen e Pashkës.
Ngjallja nuk na nxjerr automatikisht jashtë çdo vështirësie e sfidash që kalojmë në jetën tonë, por sjell praninë e Krishtit brenda jetës sonë, brenda dhimbjes, brenda frikës, brenda kryqit tonë. Po në këtë mesazh, fortlumturia e tij na thot, ngjallja dëshmon se dashuria është më e fortë se vdekja, dhe se falja shkatëron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumëfishon atë. Kjo është paqja e Krishtit të ngjallur, nuk është paqja e dobët, as indiferencë, është paqja që lind nga falja, nga dashuria, nga mundja e të keqes dhe e urrejtjes. Prandaj, nëse duam të jemi bij të dritës, duhet të bëhemi njerëz të paqes, njerëz paqebërës kundo që ndodhemi, në familje, në kishë, në shoqëri, në fjalët tona dhe veçanërisht në zemrën tonë. Tregohet një histori nga koha kur besimi ndalohej në Rusi. Konkretisht tregohet për një ateist i cili u dërgua me mision në një fshat për të bërë propagandë kundër besimit të krishterë dhe veçanërisht ngjalljes së Krishtit. U mblodhen të gjithë, i madh dhe i vogël, në qendrën e fshatit dhe ai filloi të fliste. Ishte orator i Zoti, foli gjatë, me argumente, me pasion, me siguri të madhe që i bindi këta njerëz. Dhe në fund, për të siguruar, i pyeti: a ka ndonjë që dëshiron të thotë diçka kundër këtyre që thash? Një i moshuar kërkoi fjalën dhe u ngrit me vështirësi, dhe avash doli përpara të gjithëve. Ai nuk mbajti fjalim, nuk hyri në debat. Doli përpara njerëzve dhe i tha të deleguarit: dëshiroj të them edhe unë 2 fjalë. Pastaj, me zë të fortë që i dilte nga shpirti thiri: Krishti u ngjall. Pastaj, me zë të tjetër, në të njëjtën fuqi, të gjithë u përgjigjen një zëri: vërtet u ngjall. Kjo histori na shpjegon thjesht se atë çfarë ndodh thellë në shpirtin ton, pasi ngjallja nuk është e vërtetë, nuk është vetëm një ide në mendje, po është një përvojë e shpirtit dhe përjetim personal. Askush nuk mund ta nxjerrë atë prej nesh. Në këtë fjalë, kundër besimit mund të ketë vështirësi, mund të ketë dyshime, por nëse Krishti i ngjallur jeton në zemrën tonë, në familjen tonë, atëherë dëshmia për të del natyrshëm. Njeriu që jeton ngjalljen, edhe me pak fjalë, mund të dëshmojë shumë. Ndërsa në fund të pasazhit ungjillor, dëgjuam që Zoti të thotë: nëse dikush dëgjon fjalët e mia dhe nuk i ruan, unë nuk e gjykoj, sepse nuk erdha të gjykoj botën, po ta shpëtoj botën. Kjo fjalë është plot shpresë dhe ngushëllim. Krishti nuk erdhi si një gjykatës i ftohtë që kërkon të dënojë, po si një shpëtimtar që kërkon ta ngrejë njeriu. Ai erdhi për të shpëtuar, për të shëruar, për të ndriçuar edhe për të hapur rrugën drejtatit. Ky është edhe mesazhi i kishës sonë. Kisha nuk e humbet të vërtetën, por e jep të vërtetën me dashuri. Ajo vazhdon të jap çdo njeriu shpresë, ngushëllim dhe mundësi kthimi. Ai që vjen e presim me dashuri. Ai që nuk do të vi, nuk e urrejmë, nuk e dënojmë, por lutemi për të dhe e lem në mëshirën e Perëndis. Së fundmi, të dashur vëllezër dhe motra, do doja që kur të largoheni nga kisha të kujtojmë se ndërsa sot mbyllet periudha e ngjalljes, le të mos mbyllet ngjallja në zemrën tonë. Le të vazhdojmë të jetojmë si bij të dritës dhe si njerëz të paqes. Le të marrim Krishtin e ngjallur me veten në shtëpitë tona, në punën tonë, në gëzimet dhe në kryqet tona. Le të bëhemi dritë për fëmijët tanë, për familjet tona, për njerëzit e afër dhe për ata që ndodhen larg kishës. Dhe kur nesër të mos dëgjoj më shpesh troparin Krishti u ngjall, le të mos pushoj së kumbuarja i brenda nesh. Le të bëhet frymarrje e zemrës sonë, në gëzim, në dhimbje, në dritë, në kryq, në paqe dhe në vështirësi. Sepse Krishti u ngjall, ai jeton dhe na jep jetë çdo ditë. Krishti u ngjall.